rreziku që të defokusohen forcat e institucioneve të sigurisë nga një pozicion në pozicionin tjetër, sidomos në këto rastet me alarme për bomba ose me rrezikshmëri, çështje që kanë bëjnë me rrezikshmëri të lartë, shpesh herë në atë formë kanë për qëllim që koncentrimi i forcave të sigurisë, policisë Kosovës apo edhe institucioneve tjera, siç është Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, të jetë tek rreziku i cili vije në ato momente dhe të ata të cilët organizojnë eventualisht ndonjë sulm i cili mund të jetë për mosat më sidomos alarmat për bomba. Në anën tjetër të shfrytëzohet mundësia që për të operuar me çështje qofshin ato kriminale, qofshin terrorista apo çështje të tjera. Ne kemi pasur shpesh personat të cilët mirën me posedim shpërndarje të lëndëve narkotike. Zakonisht lëvizin me 2 apo 3 makina, makina e parë e cila kontrollon rrugën bën veprime të cilat do t'i binë sy patrullës policore, ata do të ndalojnë veturën e cila ka kry kundërvajtje, më pas vetura e cila ka në posedim apo duke transportuar lëndë narkotike apo çështje të ndaluara, lëviz sepse fokusi i policisë është tek vetura apo tek shoferi ngasës i cili ka kryer një veprim kundërvajtëse. Dhe njëjta gjë është edhe me çështjet e kufirit. Ne dimi që Policia e Kosovës ka pas shumë aktivitete në veri, në vazhdimsi që ka pasur Bastisi ka ka gjetë armë, çka do të thotë se vazhdojnë që në Kosovë të futen armë nga Serbia, e çka do të thotë se ekziston rreziku që këto lloj alarme që tani më të konstatuara që vijnë nga një burim që është në Serbi mund të jenë pikërisht në kuadër të këtyre pretendimeve që thamë ne për të defokusuar kapacitetet e sigurisë së Republikës Kosovës në drejtim të zhvillimeve në territore të tjera, siç është Prishtina, vende të tjera, e që më pak të jetë vëmendja e institucioneve tona në rrezikun real dhe rrezikun permanent që e ka në kufirin me Serbinë. Prandaj ne do të jemi shumë kujdesshëm. Inteligjenca e Kosovës duhet të ketë parasysh këto mënyra të njohura tani më edhe të prekura nga institucionet tona se si janë zbatuar në Kosovë dhe të merr mosa konkrete që pikërisht kur kemi këto lloj alarme të kemi një farforme sinjal apo indicie se diçka po zhvillohet në një anë tjetër ku angazhimi i atyre mekanizmave të caktuar, qofshin organizata, grupe, persona, është në çështje që lidhen edhe me sigurinë kombëtare. Sipas analizës së analistit ushtarak kroat Igor Tabak, Serbia ka shfaqur armë të reja përfshirë sisteme ruse të luftës elektronike si Krasuha dhe Moskva, të cilat besohet se i kanë siguruar në mënyrë jo publike. Ai vlerëson se Serbia ka modernizuar ndjeshëm ushtrinë e saj duke kombinuar pajisjen nga Rusia, Kina dhe Perëndimi, ndërsa thekson se ky zhvillim po rrit shqetësime për sigurinë në rajon. Çfarë janë këto sisteme, zotëri Elezi, dhe pse po merren kaq me seriozitet nga Igor Tabak, që është ekspert ushtarak kroat? Çfarë janë këto superarmë serbe? Ne kemi folur në fakt për angazhimet që kanë domethënë kundërshtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me partnerin e tyre në Serbi që të sigurojnë edhe mjete të cilat janë të softifikuara që në fakt vinë tek industria e armatimeve. Kroacia zyrtare përmes edhe analistëve, ekspertëve që në fakt Kroacia ka një traditë të bashkëpunimit me analistë ekspertë që kanë një impakt apo kanë ndikim media për të ngritur çështje siç janë edhe këto të fundit, tani më po don që vëmendja e Kroacisë, sidomos tek adresimi i qytetarëve të jek tek rreziku që Serbia tani po është një vend i rrezikshëm, ka vepruar dhe po vepron për të cënuar sigurinë e vendeve, sidomos vendeve të rajonit, sidomos pas aleancës që ka bërë Kosova me Kroacinë dhe me Shqipërinë. Këto rrethona, këto zhvillime e kanë një farforme e kanë ngritë angazhimin në anën tjetër të Rusisë, Kinës dhe Serbisë për të pasur mjete me të cilat do të ndalojnë zgjerimin e NATO-s. Ju e dini që Kosova është prag NATO-s, ju e dini se Kosova tani më ka plotësuar shumicën e kushteve që të jetë anëtare e NATO-s dhe që pritet në vitin 2027 do të shpallet si shteti i ri anëtar i NATO-s në vizitën që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës do ta bëjë në Tiranë në samitin e NATO-s. Dhe krejt këto mund të themi janë
veprimet të cilat i trajton Serbia dhe partnerët saj dhe furnizojnë Serbinë me këto lloj armatime që në fakt janë të fundit, janë në kuadër të pjesës së inteligjencës ushtarake, tek inteligjenca e armëve, përkatësisht tek përdorimi i mjeteve inteligjente tek armatimet, dhe realisht mbetet shqetësim që në fakt edhe Kosova, sikur se Kroacia, duhet me trajtu seriozisht dhe me marrë masa konkrete. Zotëri Lezi, shumë faleminderit për këto informacione.